Vuani nga tensioni i lartë, konsumoni një lug koz dhe shikoni ndryshimin. Femrat të cilat hanë 5 ose më shumë porcione të kosit në javë kanë më pak gjasa që të sëmuren nga tensioni i lartë i gjakut, tregon studimi më i ri. Kosti është përplot me kalcium dhe me baktere të mira të cilat baraspeshojnë ushqimin e përditshëm, forcojnë eshtrat, por edhe eliminojnë stresin dhe depresionin. Përveç kësaj, ky produkt i qumshtit, i cili duhet të jetë pjesë e përditshme e ushqimit tuaj, ndikon edhe në forcimin e imunitetit, në shëndetin e zemrës dhe të dhëmbëve. Studimi në të cilin janë përfshirë mijëra persona ka zbuluar se rreziku nga shtypja e lartë e gjakut te personat e anketuar të cilët rregullisht kanë konsumuar kost është ulur me 20% në krahasim me ata që e kanë konsumuar vetëm një herë në muaj. Efekti pozitiv i kostit është më i theksuar te femrat sepse meshkujt e konsumojnë më pak.